Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Këtë grumbullim që ka po e shihni këtu, është një traditë të cilën e kemi bërë që disa vite këtu në Shkup. Qëllimi i kësaj shka është me u mbledh dhe me u shoqëru dhe me u dash për hir të Allahut dhul xhelal. Inshallah Allahu dhul xhelal na don për hir tina. Kjo do thotë çka është mëna viti, do thotë tani kush fi vllaznive ka tani djalë tani çik, edhe pastaj do të më prej në kurban. Atë kurbanin, çka do të më prej do thotë për xhalën, për çikën, do thotë arabisht e thonë akika. Qëllimi nuk është për me hangër mish, por qëllimi është që gëzimin me nda të gjithë së bashku. Se nuk ka gëzim më të madh se kur muslimani shtohet atë. Edhe këtu faktikisht do thotë janë mbledh shumë vllazni dhe shumë familje, edhe shumë hoxhallar, edhe kanë ardhur do thotë vëllezër do thotë pi gjitha trojeve shqiptare, do thotë ka prej Shqipërisë, prej Kosovës, prej Ulqinit, e Pikamosit ato. Çka që muslimani duhet me bëni shtëpi kudo që shkon. Ashtu që do thotë kjo është një shans e bukur që më njoftu me zveti, edhe kur kemi halle dhe të probleme, do thotë me njoft janë i tjetër. Inshallah Allahu dhul xhelal na njeh dhe na ban prej burrave të mirë. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh të gjithë.